A kishte njerëz që arrinin ti ndërthurin të dyja, pra edhe një lloj oksidantalizimi të jetës private, po edhe një fetari e shëndetshme. Pra mund të bëheshin këto të dyja apo përjashtonin njëra tjetrën? Jo, kjo çështje është zgjidhur shumë mirë nga shqiptarët dhe edhe nga klerikët e mirënjohur shqiptar. Për shembull, po marrim rastin e Hafiz Ali Korçës, që është një nga klerikët më të emancipuar, ose Hoxha Santasini e tjerë. Pra këta edhe për çështjen e alfabetit, se edhe çështja e alfabetit është shumë e rëndësishme, pra që këta zgjedhin gërma latine dhe jo gërma arabe ose osmane, e kanë zgjidhur këtë dualitetin. Pra ne, muslimanët ose shqiptarët, e kanë për detyrë të marrin më të mirën nga çdo lloj qytetërimi. Pra nuk kanë lejuar që të shihet si një përplasje ose sa është e mirë, midis dhe nuk bie kundërshtim me fen, duhet merret patjetër. Për shembull, bie fjala shënsori. Çka rëndësi ka kush e ka shpikën shënsorin, pra nëse është dobishme për ty, duhet ta marrësh. Po e kishim të çështja e gërma alfabetit, se këtu fillon ajo aja e procesit të oksidantalizimit. Duke pas parasysh që Hoxha Santasini ka hartuar një fjalor, një alfabet, por edhe vepra tjera. Edhe ai vetë është shkolluar në Francë. Shkolluar në Francë, një pjesë, është një madje në Perandorinë Osmane merri si modeli i teologut, pra bashkohor, pra një person i cili ka dije solide jo vetëm në fushën teologjike, por në fushën e shkencore, pra shkencat eksakte shoqërore të tjera. Ai ka reflektuar më shumë vepra këtë gjë. Hafiz Ali Korça të njëjtën gjë thot, kur ky bën një takim me thret ministri i brendshëm Perandorisë Osmane, Talat Pasha. Ishte një nga 3 liderët kryesorë të Komitetit Bashkim dhe Përparim, pra Zon Turqve. Dhe i thotë që ti je hoxh latinxhit, ti thotë do ta shkruash gjuhën shqipe me gërma latine, kjo do të bëj kështu, do të bëj dëm. Jo, i thotë Hafiz Ali Korça, sepse gërmat nuk janë as mumin, as qafir, i thotë. Pra kjo është e shkruar që them, e ka shkruar vetë. Ky është një politizim që i bën, i thotë, çështjes së alfabetit, pra një politizim i padrejtë, sepse muslimanët shqiptarë ose shqiptarët nuk është se dalin nga feja nëse marrin gërma latine. Pra që në atë periudhë, kjo vazhdon pastaj me Hafiz Ibrahim Dalliun ose me teologë tjerë, që merren me çështjen e patriotizmit shqiptar, me lëvizjen kombëtare, dhe ata ishin të orientuar shumë sakt, pra e dinin që shqiptarët, muslimanë ose jo, duhet modernin më të mirë nga perëndimi. Pra, nëse kishte një diçka të mirë, kjo dhe nuk binte në kundërshtim me principet dhe parimet e fesë islame, ata duhet ta huazonin patjetër. Ky është një lloj oksidantalizimi shumë racional, për mendimin tim, dhe që nuk bie ndesh me parimet humane, fetare e tjerë.